Për Allahu mashtrojës popullit, vlla. Shikoj çam bëri mua, vlla. Tëra ata milion njerëz që e njohën, kur ervi në fillim tek unë ndihmoj njerëz të smurfa, duhet jap ty lek. Nuk jam i smur, i fash, vlla. Nuk e dua lekun tënd. Nuk e dua lekun tënd, vlla. Jo, ti duhet pranosh lekun. Jo, vlla, nuk e dua lekun tënd, i fash. Isha djalë që falja 5 vakte. Edhe në një lutje për mua bëj, fashe jam mirë, vlla. Po je bo i ri, fa e duhet për krah. Okej, e pranova për krahin tënde erva në Dubai. Më dhe orë e u takë të Shqipëria me mua e prap nuk nëzori një video me mbështet me fanër e njerëz. Djali vuajtur, vlla. Na, vlla, nuk jam psikologjisht i smur, vlla. Edhe kam ankfet e mia nga vujtjet e mia. Pa njerëz, juve po deshet më ndihmoni, të lutem, të gjithë shkoni tek ajo video që kam postuar, e i bani tag pak Samit njerëz, e mos më dorëzoni, vlla. Sidomos kur shikoni video që sa njerëz po e kundërshtojnë Samit Dubain, bani pak like e bani repost atyre videove që ta shikojnë gjithë njerëzit çau njerëz janë. Po, vlla. Bani gjithë tag, i lutem. Nuk mërzitem unë, vlla, e di pse. Një gjë që e di, edhe e ndjej kur lutem, kur i falem Zotit, e di që do ngrihem. Jo vetëm nga ana e audiencës, e di që do bëhem më mirë, e di edhe një gjë tjetër që më ka vënë vurat Allahu, ma ka vënë vurat Zoti i Madh, edhe këta mbajni premtim për shpirtin e babait Rahmet Past, që nuk është mirë unë si musliman me u betu për diçka që përveç se Allahut. Unë po ja u them si shqiptar, nuk ka në një gjë, unë mësova durim në përburgje, do rifsheras, do lutem dit për dit këtu live, do bëj një 50 pound, 100 pound që, po një gjë që kam unë kam moshën e kam rinin, e dit për dit do forcohem, dit për dit do ngrihem, po mbas 5 vjet, mbas 10 vjet, dijeni këta, unë do jem më i gatshëm, më i shpejt, e më i ngritur, po juve ku do veni me këto lojra? Ku do vesh? Do jesh 70 vjeç, se kam problem rëpt e shpiz, kur ma ke bërë borxhe, vlla, edhe 70 vjeç të vi, vlla. Wallahi e dine ta bëj shurrë mund gojë rëpt e shpiz, edhe 70 vjeç. So, bëni gjithë tag, vlla. Gjithë tag, vlla. Dje, vlla, jam shqiptar. Ane babajt labe nga ane mamas bosnjak. Pra naj njerëz, i lutem, ekspozojni këtë Samit Dubain për qa është, i bëni gjithë tag, i lutem. Të gjithë tag, nga 10 herë bëni tag, 20 herë, sa të mundeni, vlla. Sa të mundeni njerëz. I lutem njerëz, hajta ekspozojnë për qa është. Si jam 100% shqiptar, për qa jam, vlla? Qa jam, vlla? Jemi 1000 veta afërsisht. I lutem njerëz, kam postuar një video me Samit Dubain, kur më voroj një orë, bëni gjithë tag, të gjithë i bëni tag Samit Dubait, tek ajo video nga 10 nga 20 herë. Nuk po mërzitem kaz, po më vjen i natë, vlla, jam mërzit se e pan miliarda shqiptar, me miliona shqiptar e pan e njohën nga ana ime. E pan me miliona njerëz, vlla. Me miliona njerëz e pan nga ana ime, e njohën nga ana ime. No, I don't wanna leave that plak matuf alone, fam. I want të gjithë ta njohin plak matufin, vlla. So gjithë bëni tagin. I bëni gjithë tag, i lutem, rë. Do me u fut prap bali. Mirë. Përfërtau, vlla, jam duke luftuar, do Allahu, do Zoti njerëz, më mbani në lutjet e tua, inshallah shpëtoj nga kjo çështja tjetër, e do shikoni si do filloj do ngrihem unë. Sa të më mbaroj kjo çështja e fundit,
Sa të mbaroj kjo çështja, do Allahu e mendimin e Zotit do ja dal mirë inshallah. Sa të dal nga kjo çështja, do shikoni vetë njerëz. Amin, faleminderit Allah. Të gjithë i bëni tag Sami të ka video, ju lutem njerëz. Ju lutem njerëz, të gjithë bëni tag Samit. Po më pyet, po ja kanë falso. Të vi vlla, edhe më mirë të vi live. Hajde live vlla, pse jo? Me vërtet? Apo po më gënjen Alba? Kush është këtu vlla? Kush është këtu? Nuk po të kuptoj. Provoj vlla, provoj t'i kap tëra faktet. Okej, po që këtu futeni live-in, shkroni të emrin e ti, bëni tag, nis janë i live-in ati, vlla. Nis janë i gjithë live-in. Pse mos me u marrë me të, vlla? E njofën tërë Shqipëria nga ana ime. Tërë shqiptarët e njofën nga ana ime njëz. E juve më foni mos u merë me ata, vlla. Pse mos ta din të tërë për qa është? I bëni gjithë tag, ju lutem. Të gjithë bëni tag. Të ka video i bëni tërë tag. Ky bali më duket është baqarë të shpi, se 1-2 vetëm vjen të live i imrë. VIP News, më ndihmo pak vlla, të lutem. Bëj repost e bëni gjithë tag Sami të ka video. Ky bali më duket është baqarë të shpi, se eve nuk më kanë qef, eve unë ngrit mori fam nga unë, eve vetëm vjen të live i imrë të shpi. Fucking hell man, jeni më keq se sa kuçka të shpis. Oh man. Me vërtet më duket se po vlla, është me vërtet bro. Edhe çunat e HB's po e fonër. No way man. Ke jemi për rrugë brav. Shut up man, you fucking neek fam. Aj njëz, që do bëhem në një gjedo, që ishtë do i qasim pak të plakun rëp. Duo me qas pak plakun rëp, duo ta shikojnë gjithë njëzit për qa është rëp. Jeta jashtë burgut është amazing vlla. Sa të mbaroj kjo çështja e fundit bro. Shikojnë juve rëp, sa të mbaroj nja 2-3 shambua do bëhen rëp. Ja 2-3 shambua do i keni jap me garanti rëp. Oj bali, je djal ma bëqa bali, po s'dole në kafaz me mua. Po s'u futen kafaz me mua, me live hapur o bali, je djal ma bëqa. Se shumë bënd forti në bali, edhe ne jemi shqiptar, edhe kemi tradit 1 me 1, sidomos si musliman.
po nuk u futen kafaz me mua me live hapur e bali, je djalë më beqe që ka pa Shqipëria. Na jam vërtau, vlla. Ja, me vërteja bere. I've posted the video, man. I just want dua orën time mbrapsht që më vuroj Sami që e njofën të shqiptartën e. That's about it, vlla. Duhet ta shikojnë të njerëzit qa e servili e lëpirë se gojor se është për pak audiencë. E vjen me këto gifte e me lekun e I futë shqiptarët në shërë me njeri tjetrin. That's it. VIP News, faleminderit. A njerëz, vetëm bëni tag, nga 10, nga 20 heri bëni tag njerëz. Jo, vlla, s'di me full French, vlla. Ku jam fjerak këtu, vlla? Fjerak të rinë heshtje, vlla. Po rinë heshtje të shunat e fjerit, edhe më rinë duke pare, duke shikuar, duke bëshkuar. Jam I mendimit pa ingel qefi, as njeri dua t'ju shof të qeshurve, të lumtur, giftet s'kan kuptim. Bravo VIP News. Po e kuptoj njerëzit, vlla, ka fut të shqiptarët në shërë me njeri tjetrin. Sa ngrihet në njerit e 1.000 veta, 2.000 veta, 5.000 veta, vjen direkt e I fut njerëzit në shërë, ja merë audiencën, ja vjev audiencën, e ikën e I fut në shërë njerëzit. Bravo, vlla. Për zotin Sami Dubai, po je duke më parë këtu fshera si je më plak, më tuf, më servil, më gojor që mund të njofi njerëzit për audiencë. Se famën e morën nga ana ime, Sami. Të njofën të shqiptarët nga ana ime. Je më plak, më tuf, më mashtrues, më barbon për audiencë. Je gojor për audiencë. E di që jeni duke më parë. Ke fut një Shqipëri të tërë në shërë me njëri tjetërën për pak fucking gifte, fam. Turp të vibla. E del aty e fua, zëmër barf, ba mirësirë. Ka fuar plak matufi, ka fuar me bë këto karaktera, I merë kukullat edhe bën veten si kur është 20 vjet më I rirë. A e kuptoni o njerëz, man, a e kuptoj dallohet njeriu qa ego ka, vlla. Dallohet e ego që ka, vlla. Merë kukulla e poston veten si kur ka qena, këlysha. Qa po ndodh këtu, vlla? Like, a kemi rënë gjumë, apo nuk po e shikojmë qa po bëhet, o njerëz? Seriously, like, qa po ndodh? Nuk duhet t'ja di për lekun tënë, no Sami, të vashtëra të famë që të pa të Shqipëria të njofin nga ana ime. Mos e harro këtë gjë. Të kesh miliarda, miliona, sa të kesh, të Shqipëria të njofin nga ana ime ty, Sami Dubai.
Për zotin lasëm shi, zgjoni o njëz. Vjen ju nis nga 100 pound, 200 pound e pastaj ju bë postime si kur jeni qeneve, thot s'ka më buk për ju. I don't care, vlla. Paktën ta di njerëzit e me kapeni këta ingjizime, postojeni, vlla. Bëni sa më shumë post, vlla, bëni tag të ka video, ju lutem. Tashti ku ishim ne që do bënim qik stërvitje, vlla. Do bëjmë stërvitje, në? Ale, nisim e më pak stërvitje, të heqim mërzitje. Të heqim pak mërzitje, po. Karkojme pak me energjirë. Ka rënë nivelli energjisë. Man, unë kështu dhe janis dit për dit, vla. Nga 1, nga 2, nga 3, deri sa të ngrijem. Sa të ngrijem, vla, pas ta e shikojnë i rëp. Me qa do janisim? Janisim me pompa? O vla, ja merë audiencën njëzve, vla. Vjeni përdor njëzit, i fut në shërë me njëri tjetrin, pas ta poston kukla si kur është 20 vjeç me i ri. Allahe, o Sami, o Servil, vla, more fam nga Gucci, nga një djali vujtë, more tëra të fam e provojt atalje e hove poshtë. Po s'ka gjë, tani janë 600 veta, nga dal do ngrijen. Unë jam me i ri, me i aktivizuar, me i gatshëm. Pozitivitet tregon veten e vet. Po vlla, po e pranoj me këtë gjë, e njofi tash Shqipëria nga ana ime. Nga ana ime e njofi tash Shqipëria Sami, vlla. Rinte Sami me Aleksi, me Klevion, qas postonin, vlla, nuk kapnin dot 500.000 views. Sa vajti Gucci, sa u qasën afër Gucci nga 1 milion njerëz. Nga 1 milion, nga 2 milion njerëz i shikonin videot. La ua. Qa do bëjmë pompa? Mirë do ishte të kisha në një tjetër të futesh live me muare, po.